Dy vatra zjarri kanë rrezikuar sërish pyllin e sodës në Vlorë. Temperaturat e larta të ditëve të fundit kanë shtuar ndjeshëm rrezikun për përhapjen e zjarreve, ndërsa gjatë pasdites së të dielës janë evidentuar dy vatra të dyshura si të qëllimshme në zonën e pyllit të sodës. Flakët kanë përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme me bimësi, duke rrezikuar përhapjen e mëtejshme të zjarrit në një nga zonat e gjelbra të qytetit. Për neutralizimin e vatrave është dashur ndërhyrja e forcave zjarr fikse dhe strukturave të emergjencave, të cilët kanë punuar për të vënë nën kontroll dhe për të shmangur një përshkallëzim të saj. Dy vatrat janë shfaqur njëra pas tjetrës në afërsi të pyllit të sodës, duke ngritur dyshime për një zjarrvënie të qëllimshme. Për këtë arsye ka nisur dhe hetimet me qëllim dokumentimin e rrethanave dhe identifikimin e personave që mund të jenë përgjegjës për shkaktimin e zjarreve. Pasojat e situatës së krijuar gjatë ditës së diel janë të dukshme edhe këtë të hënë. Një sipërfaqe e konsiderueshme e pyllit është djegur, ndërsa në terren vjon monitorimi për të shmangur riaktivizimin e vatrave apo prapjen e flakëve në zona të tjera. Pylli i sodës mbetet një zonë ekspozuar ndaj zjarreve, veçanërisht gjatë periudhave me temperatura të larta dhe rreshje të pakta. Autoritetet u bëjnë apel qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal dhe të raportojnë çdo situatë të dyshimt, pasi edhe një vatrë e vogël zjarri mund të prapet me shpejtësi për shkak të kushteve të favorshme atmosferike.